shikues të televizionit të UTA, këtë të mërkur jemi së bashku në këtë intervistë të mëngjesit për të folur për një nga aktivitetet e veçanta që do të mbahet këtë fundjavë. Pra me datën 25 dhe 26 tetor, do të vi për të 4-ën vit me radhë organizimi edhe manifestimi Shporta e Vjeshtës, një bashkëpunim mes Komunës së Ulqinit dhe organizatës turistike të Ulqinit, të cilët të themi kanë bashkuar forcat për të 4 vit me radhë, për të organizuar dhe për të sjellur atë që ndoshta mund të themi është shumë frytdhënëse edhe për të gjithë prodhuesit vendor, pse jo, kam mesi që nga organizata turistike Ulqinit të kem Arber Haxhibrahimin. Përshëndetje Arber. Përshëndetje Dafina, faleminderit për ftesën, edhe një përshëndetje veçantë për ju dhe për gjithë stafin e TVT-s. Kënaqësi, tani për të 4-ën vit me radhë, nuk dorëzoheni apo jo, vazhdon aktiviteti Shporta e Vjeshtës me të njëjtin qëllim? Me të njëjtin qëllim edhe me të njëjtin vizion, edhe besoj që hapet e para, në fillimet e para kanë qenë pak të vështira, po tani kjo aktivitet ka kap ritmin e vet, edhe besoj që sa më shumë fuqishëm të punojmë në këtë drejtim, edhe aq më shumë frytdhënie do ketë si për qytetarët, por edhe për të tjerët. Mbahet për të 4-ën vit, thash, me datat 25 dhe 26, ku do t'jemi? Ku është lokacioni? Lokacioni këtë vit do jetë siç ka ndodhur edhe vitin e parë në parkun Hajdari Family, që gjej rastin të falenderoj për lokacionin që na kanë dhënë edhe pa të holla, edhe është një shenjë shumë e mirë nga ana atyre. Edhe ne çdo vit kemi ndruar lokacionet, sepse normalisht Ulqini është qytet i hapur shumë, edhe normalisht duhet të respektohet çdo bujk, mund të them, por dhe çdo njeri i qytetit ton. Është kënaqësi e veçantë të kthehemi këtë vit në parkun Hajdari me datën 25 dhe 26, ku do marrin pjesë rreth 25 mund të them shtëpiza, ku aty do të jenë të gjithë njerëzit ose si mund të them të gjithë prodhuesit si nga qyteti jon, por edhe nga qytete të tjera. Dhe këtu vlen të vlerësohet fakti sepse ky ishte edhe një stimul i madh nga ana e Komunës së Ulqinit, përkatësisht sekretariati për bujqësi, i cili po bën një punë të mrekullueshme sa i përket këtyre prodhuesve, edhe është një gjë e mirë sepse ne kemi shumë hapësirë të promovojmë bujqësit tanë dhe prodhimet tona, dhe ky është një moment, Shporta e Vjeshtës është një moment i cili duhet t'i japim një krah më të fortë edhe më të madh, sepse të bëhet jo një herë, po të bëhet edhe më shumë herë. Tani, do të fillojmë nga ora 11. Çfarë do të përmbajë në vete ky program? Do të zgjas apo kemi, le të themi, një aktivitet të shkurtër apo do të jetë gjatë gjithë ditës? Jo, programi është 2 ditë, me datën 25 fillon në orën 11, ku do jenë, siç e thava edhe më herët, rreth 20-25 prodhues. Pastaj do ketë aktivitete për fëmijë, të cilët fëmijët do kenë mundësi edhe ta shijojnë ambientin aty, sepse do jetë edhe një farë tryeze e madhe ushqimore, me gjithë specialitetet, po them, të Ulqinit, të fillu nga serajlia, nga pitja, nga japraku, këto ku mysafirët do kenë mundësi ti provojnë falas, kurse në stendat, të cilët prodhuesit do kenë mundësi që të shijojnë ca gjëra, po normalisht edhe mund të kontribuojnë të blejnë diçka të vendit lokal, të stimulojnë prodhuesit. Po ashtu do jetë dhe një kënd për fëmijë, i cili shumë interesant, ku fëmijët do kenë mundësi edhe të shohin, të njohin pak dhe kafshët, të cilat besoj që pak janë harruar, por normalisht se duhet ta kenë atë kontaktin e parë të njohin, ta dinë edhe çfarë është kafsha. Po ashtu edhe do jetë edhe punëtoria për fëmijë brain të majtë. Edhe normalisht 2 ditë do ketë pika të ndryshme ku i kemi ftuar të gjithë shkollat, duke filluar nga kopshtet, po ashtu edhe nga shkollat fillore dhe nga shkollat e mesme, ku edhe aty gjej rastin t'i falenderoj të gjithë që kanë pranuar për vitin e 4 rresht të jenë prezent. Do thotë nuk do të mungojë as kjo pjesa e aktivitetit kulturor, Jo, normalisht. Edhe muzikë do kemi, se thash ta cekje pak më vonë, muzikë do kemi grupe nga Ulqini, grupi Espressivo do jetë të shtunën, kurse të dielën do jetë grupi Acoustic Band.
Tani çdo gjë e gërshëtuar bukur për të sjellë, le të themi, diçka të bukur, por edhe për të motivuar të gjithë prodhuesit. Nëse e nisim nga viti i parë tani, ka rezultuar, mund të themi, pozitiv, arbër e shohin edhe vetë prodhuesit si një gjë të mirë promovuese për ta dhe për të shritur më shumë produktet, cilat janë përshtypjet e tyre që keni marrë? Shife, aktivitetet të tilla janë shumë të mirë sa për qytetin, por edhe për prodhuesin, por besoj që pika kryesore e kësaj gjëje është prodhuesi, ku të cilit ne të gjithë duhet të kontribojmë që ato ta kenë sa më të lehtë, sepse në fundit secila familje nga duart e tyre ushqehen çdo ditë, edhe i falenderoj tej mase, por normalisht ka një feedback shumë të madh, edhe besoj që gjithë ato njerëz që vinë aty, edhe gjithë ato prodhues që janë aty në këto 4 vite manifestime, me zor besoj që presin që të organizohet ky manifestim, edhe pse jo që të paktën të keni edhe një hajër, si themi, nga këto 2 ditë që do mbahet. Tani, në shportën e vjeshtës ne i shohim ato, kemi shegën, kemi ullirin, kemi shumë produkte, por ajo çfarë ka rënë në sy, le të themi, gjatë edhe sezonit turistik që lan pas, ishte që organizata turistike Ulqinit është fokusuar që të sjellë aktivitete që kanë kryefjalë ushqime tradicionale, siç ka qenë edhe ajo dita mbrëmja e bamjeve, që është gjithashtu një organizim që e përkra edhe organizata turistike, por siç ka qenë nata e gjelave, nata e lignjeve, nëse nuk gaboj, ka pasur plot aktivitete. A është kjo, le të themi, një kthes që turizmi nuk është vetëm plazhi, por edhe të provojnë, të degustojnë ushqimet tona? Mendoj që organizata turistike, fal punës shumë të madhe të gjithë grupit ton, por edhe me krye drejtorin ton, besoj që por i kthejmë diçka e cila ka qenë në harres. Ndoshta s'po them që ka qenë në harres, sepse duke pas aktivitete shumë, ndoshta edhe janë lënë ca gjana me një anë, po nga vit, domethënë të fillu nga shporta vjeshtës, mbas shportës vjeshtës tani, mbas javës tjetër do jetë edhe dita lignjeve, të cilën edhe me shumë kënaqësi në bashkëpunim me organizatën jo qeveritare të udhëhequr nga Zoran Doçić, do jetë një si të them një garë kush do a kapi linjen më të kalamarin, ose po them në Ulqinakçe, linjen më të madhe, edhe do ketë është ndarë një fond i cili do fitojnë diçka, do ketë edhe atë natë ushqim, në plazhin e vogël do mbahet, është diçka solide, por ashtu edhe vjetë që kemi pas ca aktivitete duke fillu nga dita peshkut, dita kubleve, mund të themi që është ajo tradita jonë, të fillu dita karkalecave të Ulqinit, të cila ka marrë një ehon shumë të madhe, ka ba një bujë të madhe edhe nga mediat, mund të them, të Ballkanit, kryesisht Kosova dhe Shqipëria, po ashtu edhe nata e bamjeve, e cila tashmë 10 vite është ba një histori me vete, ku këtë vit kam ngele edhe pak i befasuar, ku mysafir të huj, angles, polak, frances, dhe me thënë, ka pas vite që kanë ardhur para 2-3 vite edhe kanë zgjedh pushime ti kalojnë në fillimin e muajit gusht thjesht për të provu ushqimin tradicional siç është bamja. Sezonin veror ne kemi pasur biseda së bashku, si me drejtorin edhe me ju për të folur me ato probleme që filloi sezoni turistik, por tani në përmbyllje çfarë mund të themi nga organizata turistike, a mund ta cilësojmë si pozitiv këtë sezon turistik, këtë si vjetshëm, apo ndoshta janë ndjer ato ndikimet që kemi pasur në fillim të sezonit? Në shife, Ulqini për fat mirë ka një rritje, mund të them, të mysafirëve që vizitojnë, por janë edhe disa arsye të cilat për shembull Ulqini është rrirë shumë. Edhe tani nuk është më fokusi vetëm plazhi i madh dhe plazhi i vogël. Njerëzit po fillojnë të ikin, të largohen pak edhe nga qyteti, duke shku në për fshatra, mund të them, të ndryshme, ose duke shkuar tek lumi i Buna, por besoj, nuk i kam shifrat e sakta, po besoj se mund të them që ka qenë një sezon i kënaqshëm. I kënaqshëm mund të them sepse shtatorin e ka mbajt koha mirë, kemi pas vizitor shumë nga Kosova, edhe besoj që edhe afaristët deri diku janë të kënaqur me sezonin, por pritshmëritë
normalisht duhet të jemi real, kanë qenë edhe më të larta, po besoj dhe shpresoj që viti 2026 po na gjen edhe pak më të përgatitur, po shohim problemet ku kanë qenë. Ne para një jave kemi pas takim me restorantet, me pronarët e hoteleve dhe me pronarët e plazheve, i kemi ndëgjuar. I kemi thënë na kritikoni, po më shumë na tregoni problemet e ju. Ne i kemi marrë në shënim problematikat e tyre dhe shpresoj në zgjidhjen e atyre problematikave që çojmë ulçinin të paktën tek aty ku i takon, që çdo biznes, çdo akomodim privat, çdo hotel mos të punoj vetëm 50 ditë, po të punoj të paktën 90 ditë. Ku ishin shqetësimet më të mëdha? Nga ky takim çfarë keni parë, ndoshta apo kërkesat e tyre më shumë? Ndonjë pikë më interesante që ka dalë nga ky takim? Po pikat më interesante normalisht janë që të infrastruktura, e cila normalisht nuk ka të bëjë lidhje me neve, po normalisht është pjesë e komunës, po turizmi duhet zhvillohet përmes infrastrukturës. Problematikat tjera, çfarë mund të them, që ka qenë kështu është që të bëhet një marketing më i madh pak më shumë në Europë. Normalisht se ne kemi ulçini mbahet nga turistë të Ballkanit. Edhe është një gjë shumë e mirë që mos na largohen ato, po normalisht qëllimi i akomoduesve, mund të them edhe i hoteleve, është që në të ardhmen të kenë sa më shumë mysafir nga vendet e Europës. Ne jemi sot në këtë intervistë të fokusuar më shumë tek shporta e vjeshtës, por nuk mund të anashkalojmë as këto pjesët e tjera. Në shportën e vjeshtës presim mysafir nga, le të themi, komunat fqinje, përpse jo edhe vendet fqinje siç është Shqipëria ndoshta? Po, besoj shumë. Vitet e kaluara kemi pas mysafir nga Shkodra, nga Tirana, nga Durrësi, po dhe nga vendet siç është Tivari, Podgorica, Tuzi. Edhe besoj që edhe këtë vit ne kemi bërë edhe promovim të aktivitetit tonë edhe në vendet fshinje tona, edhe besoj që janë shumë të mirë se ardhur, edhe besoj që do jemi prezent. Janë finalizuar detajet? Apo kemi akoma ndoshta deri tek kështu? Nesër do jenë gjitha detajet të finalizuara, sa i përket edhe një programi pak më të hollësishëm, po kurse sa i përket gjitha këtyre gjërave janë gati që një javë 10 ditë. Edhe besoj që i ftoj edhe tani gjithë qytetarët që të marrin pjesë, të jenë aty prezent, të shijojnë ushqimet, shijojnë turizmin, po edhe mos harrojnë që të paktën dhe prodhuesit tanë të stimulojnë të blejnë diçka të vogël, sa do pak vlerë e vogël tjetë ajo. Edhe më njëherë ju pret puna për aktivitetin e radhës që vetëm përmend apo jo? Po, aktiviteti i radhës është dita e kallamareve ose linjeve, si mund të them. Pastaj fillon një aktivitet shumë i madh, i cili është dhjetori i ëmbël, mund të them, sfidë decembar. S'do jap shumë detaje, por jemi në prag të finalizimit me të gjithë këngëtarët. Shpresojmë shumë shpejt që do jetë një ngjarje shumë e madhe. Këtë vit s'po jap detaje, po këtë vit do jetë diçka edhe më ndryshe, do jetë edhe diçka më bukur. Këtu mund t'i tregoj qytetarëve një gjë të vogël, për fëmijët e tyre do ketë ca aktivitete të cilat nuk kanë qenë këto 3 vitet e fundit, por këtë vit kemi menduar diçka më shumë për ato. Mirë, e lëm për një intervistë radhës kur t'jemi më afër. Unë thash sa një detaj për kurreshtje më shumë. Faleminderit që ishte në këtë intervistë me neve, suksese, edhe nuk dyshoj se kjo fundjavë do të jetë e bukur për gjithë. Faleminderit juve. Ishim së bashku me përfaqësuesin e organizatës turistike, zotri Arber Haxhi Ibrahimi, ndërsa unë ju falenderoj gjithë juve për vëmendjen tuaj. Pra me datat 25 dhe 26 tetor në parkun Hajdari në Zenelaj, të anës Somali, do t'jemi me shportën e vjeshtës. Duke filluar të shtunën nga ora 11, është mirë që t'jemi të gjithë të përkrahim prodhuesit vendas. Ndërsa në fund më lejoni që sonte në ora 19, më qenë si jemi tek produktet edhe tek gjërat të rëndësishme dhe thesare të ulqinit, t'ju rikujtoj që do të kemi ritransmetimin e emisionit Thesare të Ulqinit. Do të flasim çdo të mërkur në emisionin Thesare të Ulqinit në televizionin të UTA për gjitha ato se çfarë bën Ulqinin më të pasur edhe më të dashur. Një nga ta do të jetë, pse jo, dhe ky aktivitet i bukur siç është Shporta e Vjeshtës, organizim nga Organizata Turistike e Ulqinit dhe Komuna e Ulqinit. Mirupafshim.